Again, welcome, Mr. Director. Thank you very much, Mr. Vice Chairman. Drejtori i Inteligjencës Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Dennis Blair, ka paraqitur para Kongresit raportin me kërcënimet kryesore të sigurisë në botë. Ballkani gjithashtu ishte pjesë e raportimit. Ngjarjet në Ballkan sërish paraqesin kërcënimin më të madh për stabilitetin e Europës gjatë vitit 2009, pavarësisht të zhvillimeve pozitive të vitit të fundit, siç ishin shpallja paqësore e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, zgjedhja e udhëheqësve pro Bashkimit Evropian në Beograd dhe marrja e ftesës për antarësim në NATO nga Shqipëria dhe Kroacia. Sfidat kryesore për stabilitetin do të vinë nga statusi pas zgjidhur politik i pakicës serbe në Kosovë, veçanërisht në veri të vendit, si dhe nga raportet jo të lehta në mesin e komuniteteve në Bosnjë-Hercegovinë. Më tej, raporti thekson faktin se mbi 50 shtete e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ku përfshihen dhe 22 nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Në vitet që vijnë, Prishtina do të varet nga ndihma e Bashkësisë Ndërkombëtare për zhvillimin ekonomik, si dhe për sigurimin e integritetit territorial. Beogradi hapur mbështet institucionet paralele të serbëve të Kosovës. Beogradi ka përdorur mjete politike dhe juridike për të sfiduar dhe zhvlerësuar sovranitetin e Prishtinës dhe për të kufizuar mandatin e EULEX-it, misionit të cilit synon të ndihmojë autoritetet e Kosovës në ngritjen e policisë, drejtësisë dhe doganave shumë etnike. Kjo ka forcuar ndarjen de facto të Kosovës në pjesën jugore me shumicë shqiptare dhe në veriun e dominuar nga serbët. Një gjë e tillë ka zgënjur ndjeshëm shqiptarët e Kosovës. Megjithatë, prania e KFOR-it do të ndihmojë në pengimin e përhapjes së dhunës në shkallë të gjerë. Sa i përket Serbisë, raporti i drejtorit të inteligjencës amerikane Dennis Blair para Kongresit thekson se me gjithë faktin se udhëheqësit serb përkraj një të ardhme europiane dhe presidenti Tadić dëshiron përparimin e shpejt drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Sërish Beogradi nuk është i vullnetshëm për të hequr dorë nga synimet ndaj Kosovës. Beogradi vazhdon të shikojë nga Moska për ndihmë diplomatike lidhur me Kosovën dhe në këtë drejtim ishte dhe marrëveshja e përmbyllur së fundi me Rusinë në sektorin e energjisë. Një tjetër problem që vjen nga Ballkani për sigurinë europiane sipas burimeve amerikane të zbulimit është edhe Bosnia.